që aty kopëm, që aty pajtojmë, apo kuptën, do më thonë, e sarën në njërë tepër të mirë, edhe prind, do më thonë, e kanë shqyrtu edhe me anol futbolin djallit. Veç për shkak të qytyne, se kom po video, për shembull, që nuk kom dasht me as me publiku të e gjujt me qadër, në përfushe. Të njetin, do më thonë, po, në... Kundërshtarët, pse se po lunë mirë, po ju jep golla? Po, ka dhonë gollu, gëzu, do më thonë, ata prind, në vend që me qeni farë pedagogu, sa i fëmija 15 vjetë nuk bën mja instalu qit mencin e gjithë qysh, do më thonë, ti me fitu edhe me bëtë gjithë s'ka veç me fitu. Normalisht, gjithë njoni ka qëtë me fitu, po ju me eskalu deri në dhunë. Edhe më pas ndodh ajo që për një mone kër e kom trajtu storjen nuk është që e kom prit. Një reagim tepër i madh shoqëror, një reagim i policisë, po tek masi që unë jam interesu. Do më thonë, policia e ka arrestu, e ka qumë bajti 28 orë prindin, ka reagu federata, e ka dënu ekipin vendas, ka reagu deri prej ministrave, deputetve, deri te presidentja vendit. Do më thonë, edhe ky titullin një shkelm kundër racizmit ka morë kuptim mas publikimit storjes, do më thonë sepse, që që këmë thonë dhe në fjalimin tem në AGK, për një me shoqënia dhe shteti ja kanë dhonë një shkelm të mirë racizmit, edhe kujtë që e ofendon, e shon, e sulmon dikën, veç pëse i përket një komuniteti, veç pëse ka një ngjyrë tjetër, veç pëse flet një gjuhë tjetër. Do më thonë edhe kjo më bën muni tepër mirë. Çfarë është duke ndodhur tani me Belginin? Vazhdon lojën e vetë, ka qenë me një kamp tash në Barcelonë, nëse nuk la bëj, vazhdon formën e mirë, lunë tash me grupë moshën U17, normalisht në kam kontakte, jo çdo ditë, po kam kontakte nga njerë me të, do më thonë edhe më bon shtu të njëftu mësojrë që jep në i golla, ma dërgën video nëse diçka e tilë, se normalisht edhe ai ka pos vëmendje tepër të madhe, ka ronë sy edhe të agjentave nashta edhe të klubeve tjera, shtu që unë besoj që mundet me konë nashta që thujnë pesheri del hajrë, edhe besoj që ndoshta në të ardhmen ka më mujtë me e calo për para në karrierë, po jam shumë i lumtur, do më thonë që për një me reagimi ka qenë aqimat që unë nuk e kom prit, edhe që storia e ka mbri efektin, cilin ndoshta në fillim nuk e kom mendu që ka me mbri. Do të ishte një happy end, po them që luaj edhe për përfaqësuesin e Kosovës, se me sa e di unë deri tani nuk kemi ndonjë nga komuniteti ashkali që luan për Kosovën. Ka pas. Te grup mosha të zinxhirit. Grup mosha po, përfaqësuesen A. Punës të ne ka qenë, jo, është lumë për lopin e më. Ama në përfaqësuesen A, akoma nuk... Edhe kjo është prej gatshëm, do më thonë bilethet që është njëna pe ondrave të mija, kështu, për me qenë pjesë e kompani. Edhe një historie tjetër ke fitu? Po, se po më lidhë tashe. Çmimin e dytë prej BE-s. Në volejbol, a? Ashtë me volejbol? Arsuja pse, do më thonë është, i thëmë edhe kolegëve ku më thonë, ju më dolin sport... Do më thonë bashkë me Ardian? Po, bashkë me Ardian, në vendin e dytë. Arsuja pse ju më dolin futbol, do konë që edhe aty ka një padrejtësi, një shkilje ligjit, një padrejtësi ndaj një personi që veç u kanë të jetë sondrën e vetë. Kjo tema tjetër ka një hulumtim maj gjatë, kom raportu për një grup të hetuzve që kanë qenë pjesë njësisë veçantë timore që e luftën korrupsionin. Ka qenë njëna për njësive ma të mbështetura për partnerve ndërkombëtar, qoftë me financa, me trajnime. Në më thonë që e ka fokus vetëm të korrupsioni dhe krimi i organizum. Pas ardhjes në pushtet televizis vetë vendosje, disa burime më tregojnë, do më thonë, largohet shefi njësisë, edhe më tregojnë disa burime që hetus cilët i kanë hetu aferat kryesore korruptive, ku kanë qenë përfshim zyrtarë të pushtetit, jënë të degradu brenda njësisë. Do më thonë, thjesht po i hjekin, edhe unë e raportojnë... Po e shpërbëjnë atë njësi? Do më thonë, po i binë disa hetus që ndështë ta mujnë me qenë ma të përshtatë, që ma të afërt, edhe i kemi publiku me emra, edhe kjo bëhet buj, edhe kjo përgjema, dhe drejtori ftuhet në raportim, fillimisht e më hën, partia në pushtet e që unë shpifje që shla ndodhë rëndëm. Me kalimin e kohës konfirmuat aje që e kom thonë unë, dhe pjesa më e madhe e aty në hetuzve që janë vendus në atë listën e largimit, dhe që janë degradu, do më thonë ka pos hetuz që i ka hetu milionat në afera korruptive, si që është rastit të Rozeta Hajdari, për shembull, edhe një të jetus është vendosë në bilqërës patrullë në Skënderaj. Do më thonë është degradim i skaj. Shumë se një tjetër është dërgu në Malishev. Edhe është konfirmu raportimi jem me një formë edhe për këtë jëm di lumë të që e ka vlerësu edhe juria profesionale prej BE-s, do më thonë sepse në fund është konstatu që hulumtimi jem ka qenë mbështetur. Okej, faleminderit shumë për këtë pjesë. Aile kësaj radhe nuk të raty. Me shumë dëshirën dëgjova edhe s'kishtë qenë drejt në fakt. Sepse i dëgjuam historitë